Paraja rrëfen 100 vjet histori dhe ngjarje është ekspozita e qelur në Gjirokastër nga Banka e Shqipërisë. Kjo ekspozit vjen në një moment me simbolik të veçantë historike në intervalin e 100 vjetorit të themelimit të Bankës së Shqipërisë dhe 100 vjetorit të hedhjes në qarkullim të monedhës së parë kombëtare, konkretisht në vitin 1926. Historia e këtij institucioni dhe e monedhës kombëtare shpaloset si një udhëtim në 3 faza të mëdha historike, të ndikuara nga ndryshimet politike, gjeopolitike dhe ekonomike. Në këtë ekspozit ne jemi përpjekur që të transmetojmë të gjithë historinë e Bankës Qendrore nga viti 1925 deri në ditët tona përmes koleksioneve, dokumentacionit, fotografive, videove, por gjithashtu një periudhë mjaft e rëndësishme janë dhe vitet e para krijimit të kësaj banke, të cilat në mënyrë të përmbledhur janë paraqitur edhe në këtë ekspozit. Pra, përpjekjet e para për themelimin e një banke, për rregullimin e financave, për emetimin e paras. Sigurisht që si çdo histori e një banke kombëtare fillimisht dhe më pas qendrore, historitë e tyre dhe historia e paras shkon krah për krah me zhvillimet historike të shtetit të cilit ajo i shërben. Këtë histori do të mund ta shihni edhe në ekspozitën tonë përmes personazheve dhe sigurisht imazheve të kartmonedhave tona ndër vite. Banka Kombëtare e Shqipërisë e bazoi paranë e saj, frangunar dhe nënfishin, në standardin e arit. Pra, kjo bankë vendosi që kartmonedha e saj e një shteti të ri, të sapo formuar, të kishte një bazë të fortë mbështetëse. Më pas, në vitet e pushtimit, ky standard i harit humbi dhe siç ndodh në shumë vende të tjera të botës, paraja shqiptare u bazua tek një valutë tjetër e huaj, në rastin ton valuta e pushtuesit lira italiane. Dhe më pas Banka e Shtetit Shqiptar, pas viteve të luftës dytë botërore, deri në vitin 1992, përdori besimin e shtetit të institucionit, Bankës Shtetit, por më shumë të Republikës, për të si mbështetëse e parasë së saj, pra u përdor ajo që quhet edhe sot fiat money në gjuhën më teknike, besimi i shoqërisë tek kartmonedha. Altin Tanku, drejtori i Departamentit të Kërkimeve pranë Bankës së Shqipërisë, tha se kjo ekspozit përfaqëson një punë kërkimore disa vjeçare të shtrirë në Arkivin Qendror në Rom, Bankës së Shqipërisë, por dhe në disa banka të tjera. Sipas tij, fal kësaj pune, paralelisht me ekspozitën, vijnë dhe dokumentet, interpretimi dhe vlerat historike që flasin dhe shpjegojnë historikun e Bankës së Shqipërisë përgjatë një shekulli. Kjo ekspozit përfaqëson një punë kërkimore disa vjeçare të Bankës së Shqipërisë, të shtrirë në Arkivin e Shtetit Shqiptar, në Arkivin Qendror të Shtetit, në Arkivin Qendror të Shtetit në Rom, në arkivat e Bankës së Shqipërisë dhe të bankave të tjera. Është një punë e cila ka sjellë të ekspozit së bashku me dokumentat, me interpretimin dhe me vlerat historike dhe shpjegimet monetare që flasin dhe përshkruajnë historinë e Bankës Qendrore në këto 100 vite. Marrëdhënia kryesore e kësaj ekspozite është të përshkruajë rolin stabilizues që Banka Qendrore, kur them Banka Qendrore, nuk kuptoj 3 institucione: Banka Kombëtare e Shqipërisë, Banka e Shtetit Shqiptar dhe Banka e Shqipërisë që kemi sot, të cilat kanë përfaqësuar Bankën Qendrore në këto 100 vite në ekonominë shqiptare. Dhe ajo që neve kemi arritur të sjellim dhe të paraqesim për publikun është të tregojmë se si kjo Bankë Qendrore, pavarësisht nga koha, pavarësisht nga sfidat, pavarësisht nga ndryshimet politike, gjeopolitike që ka ndodhur në vend dhe në botë, ka qenë një institucion i cili ka arritur të garantojë dhe të ruajë stabilitetin ekonomik dhe financiar të vendit. Kjo ekspozit vjen si bashkëpunim i Bankës së Shqipërisë me Institutin Italian të Kulturës, ndërsa gjatë çeljes së saj të pranishëm ishin dhe përfaqësues të institucioneve bankare si dhe pushtetit vendor.